Ushtar aktiv jo dritash apo pjesëtar tjerë të forcave qoftë armatosura apo të policisë së Serbisë, mirë po dron fluturake ushtarake, pretendon policia e Kosovës akoma që janë futur në territorin e Republikës së Kosovës dhe kanë cënuar sigurinë e Republikës. Ndërkaq në anën tjetër, garantuesi i tretë i sigurisë në Kosovë, pra KFOR, misioni paqëruajtësi NATO-s, e mohon një gjë të tillë që të ketë dieni në fakt që dron nga Serbia janë futur në Kosovë. Ndjekim në vazhdim një raport më të detajuar për këtë çështje nga gazetarja Sala Gashe. Nga toka nuk u pan, por nga qielli dyshohet se kanë hyrë në Kosovë. Fluturimi i dronëve ditëve të fundit, kryesisht në pjesën veriore të vendit, sipas policisë, erdhi nga një shtet fqinj. Kemi pasur fluturime dronëve që ne po dyshojmë që vinë mbi territorin e Serbisë në pjesën veriore të Kosovës. Policia është në kontakt me KFOR-in, jemi duke monitorimin dhe më pas se çfarë mund të bëhet. Sipas tij, rreziku ekziston vetëm për pjesën e kufirit. Është e rrezikshme për pjesën e kufirit, po për qytetarët tonë jug ne jemi duke i mbrojtur po ashtu, ndërsa hapësira ajrore është përgjegjësia e KFOR-it. Televizioni ka pyetur misionin e NATO-s në Kosovë në lidhje me pohimet se qielli i shtetit kosovar është përshkuar nga dronët serb, por një gjë e tillë është mohuar. Ne nuk kemi identifikuar shkelje nga dronë që mund të ndikojnë në siguri në Kosovë. Komandanti i KFOR-it ka autoritet mbi hapësirën ajrore të Kosovës, sipas rezolutës 1244 të Këshillit të Kombeve të Bashkuara të vitit 1999. Kështu që KFOR-i monitoron rregullisht hapësirën ajrore të Kosovës përmes të gjitha mjeteve dhe aseteve në dispozicion të tij. KFOR-i thotë se është thelbësore që të gjitha aktivitetet në hapësirën ajrore, veçanërisht afër vijës kufitare administrative, të koordinohen në mënyrë adekuate me ta për të parandaluar tensionet dhe për të ruajtur sigurinë. Veç tjerash potencon se mbetet në kontakt të ngushtë me organizatat e sigurisë së Kosovës dhe forcat armatosura serbe. Natyrisht se do të flasim edhe më tej për këtë temë, sepse jo vetëm dronët nga Serbia, por edhe dyshimet se ishin afruar edhe avionët e marrë nga Rusia, pra nga ana e Serbisë në Jarinje, që janë MiG-29, nuk është se janë parë rrallë në kufirin me Republikën e Kosovës. Çka do thotë kjo, besnik, në një situatë të brisht të sigurisë, siç vazhdojnë ta quajnë gjithë kori diplomatik dhe njohësit e sigurisë në Republikën e Kosovës? Në fakt, to dëshimet nga policia e Kosovës se dronët janë parë, dronët e Serbisë që janë prodhim i vetë Serbisë, janë parë në teritorin e Kosovës duke vëzhguar, janë qysh prej muaj të gusht të këtij viti, kur dyshimet e bazuara thonë se një fluturake e tillë, ndonse jo krejt e identifikuar sipas informacioneve policore dhe të inteligjencës, është parë përmbi burgun e sigurisë së lartë në Podujev dhe po ashtu mbi bazën ushtarake të cilën të vitin e kaluar ke bërë një reportazh të gjatë se çka do të thotë baza ushtarake në Dumosh të Podujevës, dhe kjo është afria më e madhe që ushtria e Kosovës e ka me Serbinë, do thotë është krejt në kufi me Serbinë, kurse sa i përket dyshimeve tjera janë që dyshimet e inteligjencës kosovare janë që dronët e prodhimit serb janë pa në rajonin e Novi Pazarit, më saktësisht rreth vijës kufitare mes Kosovës dhe Serbisë, pika kufitare e Izvorit në komunën e Zveçanit, e cila është përmbi fshatin Banjsk në këtë komunë në veriore, prandaj është edhe arsyeja pse janë dyshimet e tilla. Mirë po KFOR-i, i cili dha dje përgjigjen, edhe e dha përgjigjen në ditën kur komandanti i forcave të NATO-s paqëruajtëse këtu në Kosovë, komandanti në IKE, Enrico Barduani nga ushtria italiane, ishte në një vizitë lamtumirëse në forcat armatosura të Serbisë, ku është takuar me generalin Mojsilović, i cili disa herë kemi theksuar se është nga Mitrovica e Kosovës. Do thotë këto janë dyshimet, mirë po KFOR-i thotë se në periudhat caktuara kohore nuk ka vrejtur ndonjë fluturake e cila do të sigurante, do të
kishte një lloj rreziku për sigurinë territoriale të Kosovës, e aq më pak në kufirin mes Kosovës dhe Serbisë, sidomos në pikat e nxehta siç janë Izvori, ku policia e Kosovës tash ka një bazë speciale, edhe këtë kemi raportuar vitin e kaluar në magazinën informative, po ashtu se si duket ajo bazë dhe po ashtu mbi burgun e sigurisë së lartë në Podujev dhe bazën në Dumash. Tash mbetet të theksohet një koordinim mes përgjegjësit të parë, që është policia e Kosovës, dhe përgjegjësit të tretë, që është KFOR-i. Që t'jemi krejt të detajuar sa i përket kësaj teme, Izvori përveç se është afër Bajnskës, është edhe pika ku sipas akt akuzës kanë hyrë grupi i Milan Radojqiqit në Kosovë, apo jo? Po, është Izvori, sepse kur isha